Tom Gashi është i bindur që nëse shkohet me votim të fshat, Albulena Haxhiu zgjidhet. 1 miliard%. 1 miliard. Kush i siguron ato vota? Live dhe na shohin kamerat. Bast live, hajde Tom se s'kemi bë bast asnjëherë në Kosovë live. Shumë ai drekën, ai darkën ai. Le të zgjidhet një herë. Le të zgjidhet një herë këngërçi politik edhe zgjidhet 1 miliard% nëse votohet komisioni për vota të fshehta, se kush e siguron këtë? Ja e sigurojnë ata që i numërojnë votat, edhe ju keni kamerat e mira. Jo, në votimin e fshat. A janë 61, si të bën 61? Mund me vazhdu mi numru, se bën edhe ma shumë, po me 61 kryet kjo punë. Arber, a bën pjesë në këtë basta jo? A je ka që sigurt? Ja ma Arber në thirën drejk bashkë. Dorën zemrë, unë nuk jam ka që sigurt. Pse s'po dalim pra me votu qatë komision. Unë nuk mendoj që ndryshon diçka edhe nëse shkohet votim fshat. Am lejoni ta lexoj edhe nëse vjen puna që ashtu, le ta provojnë edhe këtë kartë. Nëse mendojnë që jep zgjidhje, tek më fundit nuk e shoh që pse dohet gjithë kjo këmbgulje që të mos shkohet. Nëse opozita e gjeshme është e bindur që partia më e madhe nuk i ka votat, atëherë le ta provoj, por unë jam shumë dyshues sepse kur nuk dihet çfarë fshihet në kutitë e votimit. Jo, ato kontrollohen po Arber. Nëse partitë opozitare, qysh votojnë njerëz, ata e kanë. E qartë. Ndryshe thojnë tomë, ndryshe kushtojnë atje. O e dim ata na edhe na ndryshe mendojmë, ndryshe thojmë në sallë gjykimit, s'po hone, s'po them për ty. E me një çfarë mendojnë për do klientat mi, po aty do të më mbrojt. Po puna është që ata partitë opozitare friksojnë çat shumë ju ka hi frika në palës. Për që ata do thotë me mishë me shpirt, me legje pa legje, po mundon me ndalë votimin e fshet. Se nësë ata e din që me onone si fshetas, do thotë si në kuti, publikisht haptas me vot hap, si fshet votoj njëjt, atëre kishë qenë problemi i zidhën. Në seansën e 7, që pipi 6 kanë dështu në votim të hap, seansën e 7, kur është propozu nga zoti Avni Dehari, me thonë pomërë se na unë votoj njëjt. Si hapta si fshet ish bo kutit, do thotë kishin dalë aty dhe kjo pun i shkry, apo nuk i shkry. Sepse, nëse në votat e fsheta, po thëmë seansën e 7, ta shka kalu, treni më aty, nëse nuk ish fitu Albulena Haxhiu, nuk besoj që nuk e kish prit seansën e 8, edhe t'jesh si që u deklaru sëd, po tash është 38, e kemi haru herën e 6 edhe 7 Leoni, ta lexoj edhe ftesën e Albin Kurtit. Aktgjykimi i djeshëm i gjykatës kushtetuese thekson qartë se obligimi për ta konstituar kuvendin është obligim i të gjithë deputetëve dhe jo vetëm i subjektit të parë. Si kryetari i lëvizjes vetëvendosje dhe në emër të grupit më të madh parlamentar të dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit 2025, sot u jam drejtuar të gjithë krerëve të subjekteve të përfaqësuara në legjislaturën e 9 me ftesë për takim të përbashkët të shtunën në orën 16 në përpjekje të radhës në funksion të konsensusit për konstituim të kuvendit. Pra, po flasim për ditën e nesër në takimin. A do të shkojnë të gjithë në këtë takim? Forja më e madhe është mos me shkuaj, po besoj që i shkojnë. PDK ka deklaruar që po. Normal, PDK edhe gjithmonë ka qenë më bashkëpunuese në kuptimin e takimeve që kanë qenë edhe më herët. Po fletë edhe Arbër Nikos se strategjia ta dëgjojmë. Te ideja, jo Arbër t'jepi përparësisë është me Skype, unë jam live këtu. Te ideja që ka qenë me shku në zgjedhjet parakoshme. Do të thotë unë sa e di, PDK-ja ka shku, shumica e partive tjera nuk kanë shku, por nëse nesër këta nuk shkojnë, ata prapë japin signalin do të thotë që me lëvizjen vetëvendosje nuk po dojnë. Po tash as lëvizja vetëvendosje nuk dën me ta dhe pse këta se thojnë, për çfarë arsye ndoshta nëse nuk të i kalohet kjo krizë, themi kështu, fare let mund të shkojmë në zgjedhjet parakoshme se nuk mundet mu gjetë modusi tjetër, mirë po. Për me thonë këta me bindje të plot, apo jo, du të me pritë së 30 ditë, edhe besoj që nëse ja dojnë të mirën shtetit vetë, edhe posaçërisht nëse nuk dojnë mu skuq para atyne që i kanë votu me 9 shkurt, këta duhet me shku nesër, edhe me gjetë një mundësi do të thotë që mu të i kalu kjo krizë, që pibje vetëm për zgjedhjen e kryeparlamentares, edhe s'pak edhe njëherë, e pastaj vetëm imagjinohë për shembull te edhe Arbri, nëse bëhen kryeneq edhe të lëvizjes vetëvendosje. Edhe te i kalohet zgjedhja e kryeparlamentares, po këta nuk ja votojnë nën kryetar. Atëherë definitivisht, edhe pse vetëvendosja ka deklaruar që këndo që ata e propozojnë, se s'është kjo fontan dëshirash, po du ty po s'pe dua tjetrin, apo s'po du ty po dua tjetrin. Do të tregojnë që të gjitha partitë kanë konfirmuar. Po, atëherë pi bjen që edhe vetëvendosja ka mekanizma për me blloku zgjedhjen e nën kryetarëve. Po ajo nuk duhet me ndodhë, s'mund me ndodhë se kthehet bumerang, edhe atëherë nuk është as njerëzore, as nuk është etike, nuk është as ligjore. Këta kanë thonë shumë herë.
e votojmë në pako edhe kryeparlamentaren, edhe nën kryetarë që janë të partive opozitare, do të thotë për pedim, këta që i kanë humbë zgjedhjet, edhe kjo punë ishte i kalu. Po këta thjeshtë po munohen me kryu një opinion të rrajshëm, po menojnë që qytetarët e Kosovës janë budallë, apo nuk i kuptojnë këto varianta, këto lojna politike brenda parlamentit Kosovës, edhe krejt e kanë menën të zgjedhjet e ardhshme. Shka kena me bënë zgjedhjet e ardhshme, kush ka medalë aty, dikush me gell, dikush pa gell, edhe me thonë që, okej, lëvizja vetëvendosje i ka fajet, kjo e ka pas shansin me kriju këto institucione si ka kriju, do thotë pregaditja për rast për zgjedhjet e ardhshme e tash. Ajo do që edhe kalkulojnë, edhe kanë drejt, edhe nëse qatrole kanë deputet, e kanë menë edhe kanë me zgjedh kryetare, apo kryetar që fillon faktikisht nga marsi i vitit kalum, vitit ardhshëm, e duke pas parasysh që gjatë korrikut edhe gushtit, edhe ashtu është nëzeta, edhe në këta marrin pushimet i kanë, atë themi kështu verore, atëre po i vjen edhe pse neve na do këtë tetori largë për zgjedhjet lokale. Po shumë shpejt vjen, edhe këto kalkulime se dikush e ka nërmen, ka nërmen, që s'ka tro kredibiliteti. Adin, heq kërkush si beson, apo i beson shumë pak se humb kredibilitetin, edhe thot jo du me qenë president, ajo tjetra thot du me qenë presidente, dhe thot to kalkulime vinë të një lloj si halucinacione me pas, adin si mos me konë real, sepse dikush du të me pas një kredibilitet, du të me pas numrin e votuesve, jo vetëm të deputetve, por dhe përkrahje gjithë popullore, me qenë se sistemi jonë është i tillë, që me qenë president apo presidente, po më varet njëri qa po pinë dhe që po qojnë që po flenjë. Qa po pinë? Jo, më varet po thëmë që a janë gjendje me ditë shka thojnë, dhe thëtë që kërkojnë haptas publikisht, s'po të foli kur të pira Rakite Martini, po haptas dhe thëtë në parlament, në qeveri, dhe thëtë japin kësi deklarata, të na e mbështetin njëni tjetëri, në foli për ty mirë, ti foli për mu mirë, ti dush me qenë kë, edhe më duket që kanë sindromin e madhështis, dhe thëtë disa për i tyne që s'janë kërkaheq. Arber, a mund të ketë nesër një zgjidhje nga ky takimi Kurtit me krerët e partive tjera që tashmë e kanë konfirmuar se do t'jenë në atë takim? Ose është diçka shumë e madhe që të besohet që nesër do të ketë zgjidhje, por gjithsesi nesër mund të jetë një hap i rëndësishëm drejt zgjidhjes. Deshëm apo s'deshëm, ky akt gjykimi i gjykatës kushtetuese ndonë se nuk është në pritje çfarë ne kemi pas qef, se na kena pas qef kështu me na sqaru me vendos gjykata kushtetuese, edhe qysh me bë koalicionin, po gjykata kushtetuese vendos vetëm brenda objektit shqyrtimit, ata nuk kanë mund të dalin edhe të sqarojnë krejt temat që na i diskutojmë nëpër studia. Pavarësisht asaj, është një momentum i ri, është një moment për të reflektuar gjithë partitë politike, mos dalë kështu që po t'ingllaj si me thonë një farë idealisti, po gjithsesi është momentum i ri dhe do të reflektojnë. Ky akt gjykimi i gjykatës kushtetuese e ka dhe një të mirë, nuk e nxjerr një fajtor të qartë, as nuk e nxjerr një fitues të qartë. Thjesht një farforme ka lënë të nënkuptohet se gjithë deputetët e Kuvendit Kosovës me veprimet ose mos veprimet e tyre deri diku janë fajtor dhe që gjithë duhet të reflektojnë. Nëse him në hipoteza ose nëse dikush ka filluar me bë kalkulime për veprimet e ardhshme ose për zgjedhjet e ardhshme ose për skenar të tjerë, unë mendoj që është një terren tërësisht i panjohur, sepse kur ne nuk e dimë çfarë situatash do të prodhohen në të ardhmen dhe se skenar të tillë të cilat janë në imagjinatën e njerëzve natyrisht që mund të mos dalin fare dhe mund të krijohen situata tjera, krejt rrethana tjera të prodhojnë zgjedhjet, kështu që është mirë që të kryhet kjo puna për cilën ata janë mandatu, pastaj Kosova ka edhe shumë mundësi tjera edhe na presin shumë ditë përpara për me i vazhdu aktivitetin politik dhe garën politike dhe besoj që kjo garë politike do të bëhet paktën në mënyrë fair dhe jo me metoda cilat nuk janë as ligjore, as logjike edhe janë të dëmshme për shtetin. Unë ju kërkoj ndjes, po më duhet me shkput, faleminderit shumë që më dha. Jemi në fund, kështu që unë falenderoj sepse kisha ndërmend që të falenderoj tani edhe të lirojmë. Faleminderit shumë Arber. Faleminderit. Përdomen edhe dy pyetje, po. Shumë shkurt pa pyet hiç. Interpretimi duhet me qenë me mirëbesim.
do thot ata që kanë qef mi përdor terma latinesh që i vje pro bono, adin mu do pak më të meqëm, po më pëthëm Shqip, adin me mirë besim, sepse kërkun nuk ka çështja e këtij aktgjykimi, apo aktgjykimit vitit 2014 të gjykatës kushtetuse, po me mirë besim, diçka që s'është ndalume, e gjykata me aktgjykim për vërtetën, edhe me aktgjykimin e djeshëm dhe atë të vitit 2014, që format e votimit i zgjedhin ata të përshtatshme. Do thot kërkush s'ki shku aty me kriju skena, do thot me qenë jo kushtetuese, jo ligjore, nëse kishin pranuar edhe shumë ka qenë logjike dhe mirë. 6 herë provum me votu haptas. Për inatet saktume, do thot mi bën nërskamca njëri tjetrit, kleçka, okej, s'pëdojmë Albulenën, po kalojna në vota të fshehta, edhe ishte i kalu, do thot Albulena Haxhiu 1 miliard% kish fitu edhe atëherë, jo veç ta që e bën bastin, që vun bast, po tash pak pe hupin kredibilitetin të gjithë ata që nuk po janë bashkëpunues, sepse qytetarët i kanë votuar aty për mi kry punë të veta. Të shohim këtë 30 ditë, është një 30 ditë që mund të shohim se a do të ketë një gjuhë të përbashkët, a do të ketë një bashkëpunim. Unë nuk kam një prej këtyre interpretuesve të kushtetutës, pa marrë parasysh kush ka punuar si gjyqtar apo çka do në gjykatën kushtetuese, pa ku disa prej tyre që i kam dëgju, dhe thot edhe me disa kam qenë panelet caktume në për media caktume, kërkush nuk për thot që po me presi me sopat, që të na i thojmë sakica, edhe që më onën qështu është, edhe po kretë pelion di qysh si bënë edhe kështu, po bënë edhe ashtu. Tani që tja në ka propagandë këtë tip. Okej, mirë po, kush din mi lexu 3 rreshta, e ka interpretimin, nuk e di cila pikë është e interpretimit, mujna me gjetë për ata që na shohin s'është interesant, që shkruan do thotë që mundet forma e votimit me qenë e përshtatshme, që i bie haptas, do thotë është krejtësisht e lehtëshme, siç ka filluar me këto 6 seancat, mirë po edhe kutitë e fshehta, se këto kuti janë për çata kur bin deputet në presion apo kryetarët e partive të caktuara opozitare, s'ju besojnë deputetëve të vet. Edhe atëre, nëse kanë besim plot, po lej e të i kalojmë edhe këta dhe vazhdoj me institucione të tjera. Mirë, po këta nuk e kanë shumë idhënimin heq se kanë me Albulena Haxhiun. Këta e kanë idhënimin me Albin Kurtin, se këta pedin që si të i kalojët si në futbol, pjesa e parë e lojës, konstituimi i Parlamentit Republikës Kosovës, pjesa e dytë është qeveria Kurti 3, e këta edhe andër kër e shojnë qeverin Kurti 3, pak të qysh ju del gjumja, për shkak se s'po mujnë me pranu një realitet që sot për sot, edhe besoj për një kohë shumë gjatë, matë mirë se Albin Kurti nuk ka, mirë po kjo nuk do të thotë që është përjetshëm, se vjen një Albin tjetër, mas një